Allahu Azza wa Jalla në Kur'an thot: "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Betohet në kohën Allahu Jalla Jalaluhu që është krijuesi i saj dhe krijues i çdo gjëje në këtë gjithësi, thot pasha kohën. Innal insana lafi khusr. Vërtet njeriu është në humbje. Çdo njeri është në humbje, pastaj vjen veçimi përveç illa alladhina amanu, përveç pra atyre të cilët kanë besuar, wa amilu salihat, edhe të cilët punojnë dhe veprojnë vepra të mira, punë të mbara. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, edhe këshillojnë njëri tjetrin në udhëzim, në rrugën e drejtë, në siratin mustaqim, në rrugën e Allahu Jalla Jalaluhu, e thirin njëri tjetrin në islam, wa tawasaw bis sabr, edhe të njëjtën kohë këta këshillojnë për sabër edhe durim. Kjo sure që është shumë e shkurt, një prej kaptinave të Kur'anit që thirret surja e kohës, El Asr, që Allahu Jalla Jalaluhu betohet në të, për arsye se Allahut i takon dhe ka të drejtë të betohet në krijesat e tij, ndërsa ne si krijesa nuk kemi të drejtë të betohem dhe të betohem në krijesat e ndryshme përveç në krijuesin Allahun Jalla Jalaluhu. Për atë Allahu Azza wa Jall shpeshherë në Kur'an e shohim se thot pasha kohën, pasha diellin, pasha qiellin, pasha natën, pasha ditën, pasha yjet e kështu me radhë, pra betohet në gjëra të mëdha. Allahu Jalla Jalaluhu betohet në këto për më na tërheq vërejtjen se vërtet kur thot pasha kohën, na tregon se koha është e vlefshme, koha është e çmueshme, koha do të thonë është e ndershme, edhe njeriu duhet ta ketë parasysh ta shfrytëzon, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam na tregon se dy gjërave njerëzit shumica atyre nuk ja din vlerën, nuk ja din kimetin. Ajo është koha e para, ndërsa e dyta është shëndeti, pra shëndeti që është i shëndosh. Njeriu si njeri në këtë dunja, pasi që Allahu Jalla Jalaluhu e ka kriju, ka kërku prej tij që me adhuru Allahun Azza wa Jall dhe me falëndëru atë për të mira që ja ka dhënë Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Mirë, po shpesh herë njeriu mashtrohet mbas kësaj dunjaje. Shpesh herë njeriu i hin në hak Allahu Jalla Jalaluhu, i hin hak edhe vetvetes së tij, e të tjerëve, pra njeriu në këtë dunja shpesh herë habitet edhe është njeri zero. Mirë, po neve nuk na vjen kjo zeroja, mirë, po ne kërkojmë për juve edhe për neve që ne mu kon numër. Nuk dëshirojmë me qenë zero, mirë, po me qenë nish edhe tenal, 1, 2, 3 e kështu me radhë. Se nëse është njeriu zero, atëherë do të thonë nëse i randit ato zerot, nuk kanë kurfar suksesi, nuk kanë kurfar rezultati, nuk t'japin asgjë. Nëse i vendos edhe 100 zero, do të thonë nëse nuk e ke vendos një numër përpara për me jap shifrën e plot, me pas rezultat, atëherë do të thonë nuk e arrit kur gjë. Pra njeriu nuk guzon të jetë bosh, nuk guzon të jetë zero në këtë dunja, mirë po duhet të jetë numër. Pa marr parasysh çfarë numri, mirë po sa që është më i madh, atëherë është më mirë, edhe zerot që vijnë pastaj pas tij, do të thonë këto janë bonuse edhe pluse për të. Të nderuar vëllezër dhe motra, të gjithë e dimë se Allahu Jalla Jalaluhu nuk na ka kriju kot në këtë dunja. Edhe të gjithë e dimë se bleta e vdekur në atë koshin, aty ku rriten edhe ku rrin bletat, ajo që ka vdek duhet të largohet prej tyre. Mos më ndajt me to. E hek, ai që është blektar, e hek, domethënë nuk e lën ajo bleta që është e vdekur. Edhe në mal, edhe në lis, edhe në kopsh, çdo ku që shkon, një lis që është tha, një pemë domethënë e cila nuk është ujit, ose domethënë ka marrë fardergje ose diçka, ajo heket prej kopshit. Për çka? Për arsye mos më aprish bukurinë atyre të cilat janë të njoma, se kjo është e thatë, është prish, dru, domethënë i kelmt, duhet me hek prej atyri. Gjithashtu, çka është halli i një njeri i cili dëgjon edhe sheh? Një njeri i cilit Allahu Jalla Jalaluhu ja ka jap mendjen, din me mendu edhe me meditu, mirë po ky njeri domethënë bëhet sikurse kjo pema që nuk është e shëndosh, edhe vetëm është pengesë për muslimanët edhe pengesë për umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një prej selefit e ka bën një dua shumë të mirë, ka thonë: "O Allah, bënën prej atyre të cilët e kanë breng, e kanë në mendjen e tij
punën e Islamit, e mos më bë mua telashe, mos më bën mua penges e Islamit. Po më bënëm që unë ta kom dert Islamin, e mos më bë që Islami të ma ka dertin tem edhe të merret me mua. Gjithashtu njeriu në këtë dunja sa jeton shpeshherë ballafaqohet me fjalë të ndryshme, ose fjalë miradije, ose fjalë të cilat nuk i kanë hije, qortuese e kështu me radhë. Një prej selefëve, aty në të parëve tanë, një ditë prej ditësh është lavdu prej një njeri tjetër, edhe ndërkohë po i thot ti je thot i mirë, ti ke arrit shumë, edhe ja ka nisë me lavdu me fjalë të cilat janë fjalë komplimente shumë të mëdha. Mirë po a thua vallë selefi nuk ka qenë sikur se na, që na bëhet qefi me njëherë, me thonë Allah është përbleft, po, a ki ndëgjuar diçka për mu, a ka me ndonjë cilësi më të mirë, unë diçka më shumë se ç'kjo, a ka dhe kështu me radhë, lypi me lavdu vetveten tonë. Ndërsa ky selefi, ky njeri i cili ka qenë shumë i mënli, kur e ka lavdu ky tipi tjetër, këtij ju ka kuq fytyra, është mbërdhes, është bom nervoz, është mrol. Ka thonë, e ilahun ma Allah, a ka zot me Allahun xhalla xhelaluhu, a meriton dikush të lavdohet përveç Allahu xhalla xhelaluhu? Ndërsa na sot nëse lavdohem na bëhet qefi, nëse qortohem neve na prishet qefi. E pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe për këtë rast na ka mësuar se çfarë duaje me thon. Ka thonë nëse dikush të lavdon ty, çka më thon? Thuaj Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun. O Allah, o Zot, mos më nxe për të madhe ato që thonë ata për mua. Se unë e di që ndoshta ajo më mirë po fjalët unë nuk kam qef me i dëgju, komplimentet nuk kam qef me i marr. E çka me tërheq, domethënë edhe me larguti vetveten prej lavdimit, është duaja e pejgamberit alayhi salatu wassalam. O Allah, mos më nxe për të madhe ato që thonë për mua, se po më lavdojnë, po ti mos më nxe për të madhe mua. Waj'alni khayran mimma yadhunnun. Edhe bënëm o Allah më të mirë se sa ata që mendojnë për mua. Se dikush ndoshta mendon që unë jam i mirë, edhe më lavdon. Mirë po duaja tregon thot o Allah, bënëm edhe më të mirë se sa ata që mendojnë për mua. Se ata i dinë të jashtmet, ndërsa të mbrëmshmet nuk i din kurkush përveç Allahu xhalla xhelaluhu. Edhe fundi çka thot, waghfir li ma la ya'lamun. Edhe o Allah, falem ti mua ata që ata nuk e dinë për mua. Pra çdo njeri ka gjuna, çdo njeri ka mëkate, çdo njeri gabon, ndërsa njerëzit nuk i dinë krejt mëkatet edhe gjunat e tjetrit. Mirë po Allahu xhalla xhelaluhu është ai i cili i din mëkatet, i din gjunat, i din të haptat, i din msheftat, e për këtë ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, o Zot, falmi ato që ata njerëzit nuk i dinë për mua. Allahu xhalla xhelaluhu po thot në surën Al-Asr, të gjithë njerëzit janë në humbje përveç ata të cilët kanë besu. Kanë besu në Allahun xhalla xhelaluhu, kanë besu në pejgamberin alayhi salatu wassalam, kanë besu në librat e tij të shajt, kanë besu në pejgamberët e tij, kanë besu në kader, në caktimin e Allahut, kanë besu në ditën e gjykimit, kanë besu në xhennet, kanë besu në xhehenem, kanë besu në vdekje që është hak, ringjallja është hak e kështu me radhë. Wa amilu salihat, edhe ata të cilët punojnë edhe kanë punuar dhe bojnë vepra të mira. Pra vepra e mirë, gjithkush e din çka është mirë dhe çka është keq. Çdo kush e din çka është bardhë edhe çka është zi. Çdo kush e din çka është nxehtë edhe çka është ftoftë. Mirë po epshi është ai që e dirigjon njeriu, a don me pranu apo nuk don me pranu. Edhe ata që pinë alkool, edhe ata din që është keq. Edhe ata që pinë duhan, edhe ata din që është keq. Bilim çka është më e keqja e kësaj që ata vetë që e shresin, vetë që e prollojnë ato kartonat aty, thot duhani dëmton seriozisht kënd shëndetin. E din edhe ata po e shesin. Edhe alkoolin, edhe çdo punë të keqe që e bën njeriu, e din që është keq. Mirë po, inna nafsa la amaratun bisu, se epshi domethënë të nxit edhe të stimulon, të inkurajon për çka? Për mu punu keq. Mirë po Allahu xhalla xhelaluhu thot në Kur'an, wala tattabi' ahwa'ahum, mos i paso epshet e atyre, domethënë të cilët e kanë marrë për Zot epshin e tyre, mirë po pasoja rrugën e Allahut xhalla xhelaluhu. Në fund vetëm disa këshilla të cilat i ka shkruar një dietar islam, e të cilat ndoshta edhe nuk i ka marrë prej dietarëve islam, mirë po i ka marrë prej tjerëve, mirë po ne si musliman kemi drejt të marrim mendimet e të tjerëve nëse ato përshtaten edhe janë të ngjashme me fenë islame. Pra një prej atyre fjalëve të cilën e ka thënë edhe Hasan al-Basri, një tabiin, një dietar shumë i mençëm, e ka thënë një fjalë, ka thënë jeta është 3 ditë.
Jeta në këtë dunja është 3 ditë. Ndoshta dikush mundet më thonë, "More, unë i kam 60 vjet, çish po thosh 3 ditë?" Ai tjetri thotë, "Unë sa jam lind, hala si kam plotsuar 3 ditë." Po kur ti merr vesh këto 3 ditë, ki mu vërtetu edhe ki me konfirmu se është 3 ditë. Thotë, jeta është 3 ditë. Dita e djeshme, ajo ka kalu. Ka shku dita e djeshme. Dhe me thonë, prom që kemi falë të ravin, dje që kemi agjeru, që kemi bo dua, që kemi bo punë të mira, punë të liga, gjitha ato jenë shku, jenë regjistru diku. Ndoshta dikush i bjen pishmoni e ka bo një punë të keqe, thotë astaghfirullah, jep sadak, jep lemosh, kërkon falje, kështu me radhë. Edhe për punë të mira mundohet me i shtu. Pra e deshma ka kalu. Thotë, dita e nesërme, ajo nuk ka ardhë. Dhe me thonë, dita e nesërme nuk ka ardhë. Ndoshta nuk mundesh me nxorë, se bova kia vdes sonte, ti ose unë ose tjetri. Thotë, atëherë qka? Ka mbet dita e sodit. Fa'mel fi, atëherë puna për qatë ditë. Në sens, jeta është një ditë. Jo 3 ditë, sikur se ka thonë Hasan al-Basri. Pse edhe ky e ka pas qëllimin për një ditë, mirë po ky e ka thujt 3 ditë. Pastaj është kthy dhe e ka definu dhe e ka fokusu, ka thonë se jeta është një ditë. Dita e djeshme, ajo ka kalu. Dita e nesërme, ajo nuk vjen, ose dhe me thonë, ndoshta vjen, po ti nuk e nxen, edhe është dita e sodit, të cilën ti duhesh me lësëtu edhe duhesh me punu. Omer ibn Abdulaziz, një khalife i drejtë i muslimanëve, e ka thonë një fjalë të urtë shumë të madhe. Ka thonë, nata edhe dita punojnë për ty. Nata dhe dita qarkullohen, dhe më thonë enden, mirë po përkënd për ne, për me i shfrytëzuna. Ka ardhë nata, e falim taravin, shkojmë flem të shtëpia, po shojmë pak qohem se fyrë, dhe më thonë, Allah ka sjell natën për çka? Për pushim. Vjen mëngjesi, dhe më thonë, ka ardhë koha e punës, edhe pse tash është Ramazan, ndoshta dikush flem pak më shumë para ditën, nuk ka dert me flajt. Gjumi nuk e prish agjerimin, o të nderuam. E prish ndoshta kushtimisht me flajt ton ditën, me ron 6 në sabah, mu qu 15 në 8 me hungër iftar. Edhe pse agjerimi nuk prishet 100%, por nuk është i plot, nuk ja jep hakin agjerimit. Po nëse je smut, nëse je i lodhëm, nëse je i plagështuar, nëse domethënë je me stres, nuk ka dert me pushu pak ditën. Ndoshta tash punëtorët neve po na bojnë pak telashe dika se në ora 7 sati, ata nuk agjerojnë, vinë me punu në 7 sati, ja nisin me kërcit, bame. Është pak problem. Duhet me ditë që është Ramazan. Njerëzit kanë dhënë të natën, kanë bërë ibadet, kanë hongër sefyr, e kanë falë sabahin, janë rënë me flet më pushon, ndërsa dikush pushon pak më shumë, dikush më pak. Po si do të thotë, domethënë, gjumi nuk e prish agjerimin. Një prej këshillave që e ka thënë ky hoxha në këtë librin këtu, thotë mos shiqo, thotë se çka po ndodh në Ersir. Mos shiqo, mos u merr se çka po ndodhet në Ersir. Mirë po shiqo se qka po ndodh afer edhe rreth teje. Mos u merr dhe me thonë në Ersir, qka bëhet sonte në Prishtinë, në Gjakove, jashtë në Turkije, në Arabije, në Libije, në Sirije. Mos u merr me Ersir, por shiqo dhe me thonë rreth teje, qka po bëhet me ty dhe me thonë në Ersir që ti je vetëm këto momente, ndërsa dhe me thonë ndërsa nuk që askush, që Allahu Gjelle Gjelaluhu, atëherë shiqo se qka vepron në Ersir. Gjithashtu ka thonë një prej të menqurve, nuk është më rëndësi kusht ka bo keq. Nuk është më rëndësi kusht ka bo keq, më rëndësi është ti mës me bo keq. Ndërsa tjetri e thot fjallën shumë të mirë, thot se ditët janë 3, smejit, dita djeshme e vdekur. El jo me ulud, sot je i lindur, o gaden gajb, nesër je udhar, nesër je i vdekur, nesër nuk ekziston. Pra, në përgjithësi, prej kësaj që ka fole ma herët, njeriu duhet ta shfrytëzon kohën maksimum. Imam Shafiu ka thonë rahimahullah, el waqtu kes-sejf. Koha është sikur se shpata. Nëse ti nuk prejnë me të, ajo ka me të prej ty. Nëse ti nuk e shfrytëzon kohën, ajo ka me të shfrytëzu ty, mirë po një ditë prej ditësh kemi ra pishmoni. Edhe kemi ra, dhe me thonë, ki mu këthy edhe me mendu, pse nuk e ke shfrytëzu a ditë ashtu në maksimum që është ka kërku Allahu Gjelle Gjelaluhu prej neve edhe pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Në fund nuk po e zgjas ma shumë, se edhe ka ardhur koha e namazit e jacis, mirë po e kisha bo një apel për vete s'pe boj, se për vete po falen, edhe për një grup që pe di që po falen, dhe me thonë deri në fund, mirë po nuk po jo më du mja undru mendin atyre të cilët e kanë mendimin ndoshta me i falë 8 recate, kjo është e vërtet, shumë e vërtet, nuk e mohon askush, po ka edhe hadithet tjera, të cilat na stimulojnë për bashkim, na stimulojnë për unitet, na stimulojnë për më u falë me imamin deri sa t'jep selam, pra deri sa të largohet. Kështu që e kisha stimulu vetën,
edhe juve se parafërsisht 1/3 Ramazanit gati shkoi. Sonte është e 7 Taravi, ata të cilët nuk e dinë, sonte është e 7 Taravi. Edhe 3 ditë bëhen 10 ditë. Domethënë edhe kaloi 1/3 Ramazanit. Edhe kalon shumë shpejt. Unë mendoj se nuk jemi të lodhë gjatë agjerimit, edhe pse pak domethënë ka një herë na kap etja diçka, mirë po elhamdulillah ato gjitha kalojnë. Edhe namazin është më rëndësi me e bo namazin e plot. Mirë po sikur se ka thonë Ibnul Qayyim, nëse Allahu ta ka mundësu me krye një ibadet ashtu si duhet. Për shembull, e ki fal namazin e Taravis, atëherë ka përce një derexhe më të lartë, ka përce në ibadet më të mirë se namazi i Taravis. Unë nuk mendoj se ka namaz domethënë më të mirë se pas namazit Taravis, se me ardh me fal vitrin, namazit e vitrin me xhamat, me bë dua domethënë me lut Allahun xhalla xhelaluhu e kështu me radhë. Edhe pse në këtë muaj Allahu i pranon lutjet, edhe pse unë e ceka dje edhe në gjumon e kaluar me kështu me radhë, lutuni sa më shumë për vëllezërit tanë në përgjithësi. Allah xhelale ka thënë se muaji Ramazanit është muaji i fitoreve, është muaji i lutjeve, është muaji që njeriu duhet me ngrit durr te Allahu xhalla xhelaluhu, edhe me lut Allahun azza wa jall sa më shumë, me lut për vete, për familjen, për vëllezërit tanë në përgjithësi, edhe inshallah Allahu i shliron edhe ata vëllezër në Afganistan, edhe ata në Siri, edhe ata në Libi, se vallahi ata po hekin shumë. Nuk e dim, nuk jemi të lexu, ndoshta nuk po dëgjojmë se media tona nuk kallëzojnë realitetin. Për fat të keq, po lexojnë nëpër disa websajte në gjuhën arabe, po tregon se të burgosurit hekin me agjërim. Qatë shumë i mundojnë sa që domethënë ja bojnë ditën natë, natën ditë. Nuk i kallëzojnë as kur është iftar, as kur është syfyr. As nuk i japin ushqim me hangër e kështu me radhë. Bile ka edhe tortura edhe më të mëdha, sidomos në Siri ku i kanë shkel me tanke vëllezërit tanë musliman, për çka? Vetëm se kanë kërku me ndru ligjin e shtetit. Kanë kërku domethënë prej qeverisë që mos më konë qeveri shiite, se ata janë shia, ata janë të ndyrë, ata janë të flisht. Qeveria e Sirisë është shumë qeveri idiote, është shumë qeveri e keqe. A thua vallë, çfarë qeveri është ajo kur i mbyt popullatën e vet, i mbyt gratë edhe burrat. Bilen po tregon një komandant, thot vallahi kemi pas urdhër në çdo shtëpi që jemi hi me i dhunu gratë, pastaj me i vra gratë edhe fëmijët. Me i vra gratë edhe fëmijët. La ilaha illallah. Këtë muaj Ramazanit, edhe thot për atë kom hep dorëheqje. Sot e ka lajmëruar dorëheqjen e tij, edhe pse ndoshta po ka thënë pak lajm në këto momente, vetëm sa për m'ju stimulu, për çata po thon vëllezër musliman, e stimuloj veten edhe juve. Ky muaj Ramazanit kalon shpejt. Të mundohemi me bë pak ibadet. Nëse shkon prej namazit Taravis në ibadet tjetër, i lumi ti. Mirë po vallahi nuk besoj që shkon ndoshta në ibadet tjetër, po ki me shku me pi ndonjë kafe, me shku me kçy ndonjë serial, me shku me ul me dikant, me bë gibet për dikant, e kështu me radhë, kështu që mos hezito, rri edhe 15 minuta, 20 minuta, edhe na nuk porim deri sabah. Nuk po falim na deri në ora 4. Në ora 11:10, 11:15, edhe na po dalim. 15 minuta është më shumë. Mirë po e kish përblimin si ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, men salla ma al-imami, ai i cili falet me imam, derisa të largohet imami, derisa të jap selam imami, selamin e fundit, thot e ka shpërblimin sikur se mu fal të natën namazin e natës. Më thonë si mu falë deri në sabah. Inshallah Allahu nuk na privon prej kësaj mirësie, prej kësaj dhuntie. Elos Allahun xhalla xhelalu që të ndihmon vëllezërit tanë në Siri, në Libi, në përgjithësi të ndihmon edhe të jetë me ta me ndihmën e tij. Allahu na bëj prej atyre të cilët nuk i harrojnë vëllezërit tanë, edhe ata të cilët hekin në rrugën e Allahut xhalla xhelaluhu. Allahu na përmirësoj gjendjen